Ditën e 9 mos e le pa agjërua. Po pse mes me lonë hoq? A është e patjetërsueshme? Themi jo, nuk është e patjetërsueshme. Dita e 9 e Arafatit mu agjëru nuk është farz, por është prej suneteve të pejgamberit selam. E nëse ti e ban, shpërblehesh, po nëse e baj me çka shpërblehem? Me çka pitje rradh, cili është shpërblimi i agjërimit ditës së Arafatit? Po, shpërblimi i agjërimit në ditën e Arafatit thot pejgamberi selam, kush e agjeron ditën e Arafatit, Allahu ja fshin gjunohat e këtij viti dhe viti çka vjen. E ke parasysh? Di fjalë. Shumë të lehta. Thot pejgamberi selam, kush e agjeron ditën e Arafatit, Allahu ja fshin mëkatet e këtij viti dhe viti çka vjen. E tash, une si Fatmir, edhe ti si Sunullah, edhe gjithë ata që na shikojnë, a jemi të nevojshëm për Allahun dhul xhelal që ai neve të na pastron dhe të na filtron dhe të na fal? Padyshim se po. Atëherë për një ditë, jo ti për Allahun do ta bësh, edhe pse Allahu nuk është në zor për agjerimin tim dhe tontin, por ai ta jep tyje si dhurat, si një lehtësim. Mrenda 365 ditëve tim ka mundësi që të rrshesh dikundi, ta jep këtë ditë që ti ta nderojsh, ta respektojsh me agjerim, e Allahu dhul xhelal vetëm se e ke nderu këtë ditë, që është prej ditave më të mëdha të motmotit, ai ti fshin gjunohat e këtij vitit dhe vitit që ka vjen. Inshallah Zoti na i mundson që ta presim. Amen.